Presidenti francez Emmanuel Macron ka theksuar rëndësinë strategjike të rifillimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama, Macron kërkoi avancime konkrete në çështjet politike dhe të sigurisë. Udhërfyesi është shumë i qartë dhe kemi kaluar shumë kohë me dialogun Kosovë-Serbi. Bashkimi Evropian është legjitim të kërkojë avancime konkrete, si për zgjedhjet e komunave, ashtu edhe për çështjet e sigurisë. Ekzigjenca nuk është humbje besueshmërie. Duhet të dalë nga kjo ballë-përballje që bllokon situatën. Uroj që javët e ardhme të rifillojmë dialogun me Prishtinën dhe Beogradin. Presidenti francez vuri theksin te përgjegjësia që mbar dialogu për gjithë stabilitetin e Ballkanit dhe sigurinë e Europës, duke nënvizuar se Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë një qasje të tërthort ndaj procesit. Është e rëndësishme për gjithë rajonin. S'mund të lejojmë që ky proces të ngecë apo të zhvlerësohet. Duhet të dalë nga kjo ballë-përballje që bllokon situatën. Do të riangazhohemi me partnerët evropian që gjërat të ecin përpara. Deklarata e Macron vjen një ditë pas thirrjes së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila kërkoi heqjen e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës si parakusht për vazhdimin e bisedimeve me Serbinë.